Për 6-7 ditë Vleni do t'i kaloj periudha e reagimeve emocionale, parasheh kryetari ASH-s, ministri Albin Taravari. Më tej shton se Vleni ka edhe një mundësi për bashkëpunim për kandidaturat për kryetar komunash në zgjedhje lokale. Në të kundërtën ASH-ja do të shoh opsione të tjera për bashkëpunim. Reagimet i shoh janë emocionale. Shumë vrerë. Kjo flet se në subkoshiencë kam pas diçka që flasin kështu. Tash unë mendoj se janë deklarata të pamatura. Në këtë periudhë unë do të mundohem të jem sa më i durueshëm, sa më i qetë dhe sa më i urtë, sbashku me organet partijake. Po sinjale që vijnë nga ish partnerët e koalicionit jo vetëm që nuk japin ndonjë shpresë për bashkëpunim, por duan që ASH-n e Taravarit ta nxjerrin edhe nga qeveria. Kryetari Alternativës Zeqiria Ibrahimi në Facebook shkroi se pak BDI, pak qeveri, olmaz doktor. Pasi radhit disa pohime të deritanishme të Taravarit rreth mundësive të bashkëpunimit për të ardhmen, Ibrahimi përfundon duke thënë se në krejt këto vetëm një lexim është i saktë. E bëra këtë jo se nuk e desha Vlenin, por se këtë ma kërkoi Ali Ahmeti dhe BDI-ja. Po sa i përket qëndrimit ose jo të ASH-s në qeveri, Taravari pret që për këtë të vendos ai që e formon qeverinë, kryeministri. Ai vetë vlerëson se ASH-ja i duhet kësaj qeverie, edhe pse shton se nuk do ta kishin problem ta lëshonin. Vladata do pravi premijerët. Доколку премиерот, јас сум разговарал со премиерот, повторно ќе разговараме, доколку тој смета дека Алијанса за албанците не треба, ние немаме никаков проблем. Меѓутоа, мислам дека Алијанса за албанците во моментот треба, меѓутоа, доколку донесат таква одлука, немаме никаков проблем. Не може никој друг да каже, освен тој што формира влада. Ако со него ќе се видиме, се слушаме, сме во комуникација, така да ќе видиме следните денови. Po si qëndron puna me grupin parlamentar të Vlenit? Kryeparlamentari Afrim Gashi tha se tani për tani nuk ka asnjë ndryshim sa i përket grupeve parlamentare dhe se të gjitha janë ashtu siç kanë qenë që nga fillimi i përbërjes parlamentare.